Këto janë vizitat e presidentes dhe të ministres jashtme, janë kuadër të atyre takimeve të bjeshtës në shtator që mbahen në New York të Kombet e Bashkuara. Dhe ato shfrytëzojnë tash mundësinë pak me pas takime ose sa po shoh, nuk kam të gjitha informatat, ato ambasada jonë që është dobësu shumë atë në Amerikë, se nuk ka mujtë me siguru do takime them ashtu reprezentative ose me qenë tamam takime. Edhe presidentja e ka taku me një pritje atë në hall ku janë 100 veta, 200 disa kanë qenë aty, e ka taku Rubinin, janë buzëqesh, kanë ndru disa fjale, nuk është takim, nuk është diçka zyrtare, edhe po vazhdon kjo një paravazi i Paris tonë, që dhe është problem Albin Kurti, kryeministin detyrë, me thonë ashtu, i cili në vërtet që sa vite nuk tash edhe haptazi po bojkotohet nga diplomacia ndërkombëtare edhe e Amerikës edhe e Bashkimit Evropian, kurse me atë botën tjetër edhe ashtu nuk kemi raporte të zhvilluara. Kjo është situata është mjaft them ashtu e pakëndshme, sepse prej favoritit që kemi qenë në ma herët, sidomos të Amerikës edhe të tash ke marrë në pozitë me lutë ose me prit, ose për shkak të pa dyqyshmërisë ose një farë iluzioni që kanë këto paria jonë se neve jemi shtetë sovran. Pas pari, neve nuk jemi shtetë sovran në kuptimin e plotë, sepse ende në mbron NATO, këtu forcat e NATO, kvori është alfa e omega e sigurisë. Nuk di si po mendojnë ata pa u përfundu procesi me u sjellë si sovran ose me thjeshtë ato masa që të marrin, sidomos në veri, se veri është një pardore problemi kryesor, ato janë, neve i kemi ligati 40 e sa marrëveshje me Serbinë, që edhe kemi dhe në parim edhe marrëveshjen e Ohrit edhe të Brukselit, që parashohin se të rrëmbëllaksohet kjo pavarësia jonë, statusi jonë ndërkombëtar. Do ta pëngutën me realizu ato pjesë të marrëveshjeve pa konsideru tërsinë ose pa e pas parasysh një lloj them ashtu rëndësia rajonale e vetë Serbisë. Nuk mund është ti tash me luftu në këtë mënyrë që po thojnë ata e kemi shliru veriun. Veriu është i shliruar më herët me letra, me sa po veç duhet me gjetë një status, ashtu që si e kemi Graçanicën e këne, me pas edhe këto komunat në veri. Ashtu është një farë kokëparësia ose një farë ata për e luajnë lojën e sovranit në sens kur nuk e kemi atë kontrollin e plot. E kemi me polici, po me policia Serbia s'kan mujtë me na majtë në viteve të 90-ta, në ka majtë kështu me dhune në senet, po në fund është dashtë me lëshu se shumica e popullsisë 90% janë shqiptarë në Kosovë. Edhe atje ato 3 komuna në veri janë 3 gjysë sa janë. Ato janë shumica serbe është atje, ato duhet me pas një lloj vetë qeverisje që është do ta quë. Kurti e ka bo marrëveshjen, ai din më mirë se neve krejt, se s'po na tregon as çka ka bo. Po si duket jo, aty ambasada duhet me koordinu, po edhe ambasadën sa po ndëgjoj e kanë lënë qyqe, s'ka staf, njerëz që Ministria e Jashtme ka pas një par ecurie, them ashtu gati katastrofale në këto 5 vjet e fundit. Nuk po me komentu, se nuk i di, po shihet prej kontakteve, prej
aktiviteteve që i ka. Ma herët dhe kemi pas shumë aktive në ambasadën edhe në Washington edhe në New York. Ai po shkon që duket në takime akademike. Me bona një status aty, thash ai, ndërsa ta po provojnë me pas takime me zyrtarët, ai po shkon te ata miqtë e vet akademik. A mundet me qenë këtë në një lloj mënyre? Ai vetëm me lënë përshtypjen se mirë është ai me Amerikën. Vazhdimisht po thotë ne vemi mirë me Amerikën, ne i kemi edhe sankcione praktikisht edhe ndalesëm me kontaktu në zyre këta kryeministrin dhe ministrat në detyrë, të cilët njëkohësisht janë edhe deputet që është antiligjore. Shikon, nuk nëse prishesh me Amerikën e me shtetet më të fuqishme të botës që nga kanë përkra, ato zakonisht kanë lobu në pavortoni, më herët. Edhe njohje që nga kanë ardhur 90% kanë ardhur prej Shteteve Bashkuara, prej Britanisë, Turqia eventualisht disa nësa nga ka prunë atë botën ku ka ajo ndikim. Kështu që duhet me kultivu këtë partneritetin që e kem pas. Jo që se kem kultivu, po që është minat me ta, ose thëshim hajtë se ata neve janë dalëm sërbë këtu me përdor dinarin, që ata s'na bon kur gjo. S'ka ka me bo. Krejtë është mbashtrim.